Ne jemi të vjedhur apo të varfër? A? Ne si popull jemi të vjedhur apo të varfër? Varfëria më e madhe është smundja. Smundja. Kurse pasuria më e madhe është neti. Jemi të vjedhur, jo të varfër. Kush nga vjedhur? Sigurisht që qeveria, pushteti. Kush ka vjedhur më shumë nga politikanët? Ato që janë pushtet akoma. Po më pak? Më pak ato që ishin më parë. Vjedhura të varfër, nga e vjedhura, vje e varfëra. Po jemi të vjedhur, nuk është se jemi të varfër vetë. Të varfër ngelim ne, ata që i vjedhin ngelim ne të varfër. Kjo varfëria që thuhet vazhdimisht, kam përshtypjen se është shumë fuqe zezi i vet. Jam i vjedhur. Nga kush? Po nga pushtetarët, diskutohet, nga politika e gabueshme që Kush ka vjedhur më shumë nga politikanët? të gjithë me vend. Mbron njëri tjetrin. Po më pak, kush ka vjedhur më pak? Pak populli. Popullin pak. Diskutohet. Ai që është i varfër s'ka vjedhur, ai që është i pasur ka vjedhur, se me punë nuk bëhet të gjithaj pasuri. Apo ja.